Raporti i progresit 2025 i Komisionit Evropian për Shqipërinë vjen në një moment kyç për procesin e integrimit evropian. Pas hapjes së shumicës së grup kapitujve të negociatave, Shqipëria shihet se angazhuar, por ende me rrugë të gjata përpara. Brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruaj rekomandojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është objektivi historik, kjo është ambicia e jonë. BE vlerëson përkushtimin politik për antarësim dhe përputhjen e plotë me politikën e jashtme të Unionit, por kërkon që ritmi i reformave të jetë më i shpejtë dhe më i thellë. Në drejtësi, procesi i vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët ka përfunduar në shkallë të parë, duke forcuar pavarësinë e sistemit. Këshillat e lartë gjyqësor dhe i prokurorisë kanë përmirësuar standardet e punës, ndërsa strategjia e re e drejtësisë 2024-2030 synon efikasitet më të lartë. SPAK ka vijuar të tregojë rezultate pozitive në hetimin e korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar, duke ndërtuar një praktikë konkrete ndëshkimi. Në ekonomi, Komisioni vlerëson rritjen e qëndrueshme, uljen e inflacionit dhe konsolidimin fiskal. Shqipëria ka filluar zbatimin e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, duke avancuar në digitalizim, tranzicion të gjelbër dhe përmirësim të klimës së biznesit. Por raporti vë në duke edhe sfida serioze. Në demokraci, zgjedhjet e majit të vitit 2025 u zhvillua në mënyrë të rregullt, por OSBE-ODIHR theksoi mungesë fushatë të barabartë dhe keqpërdorim të burimeve publike. Reforma zgjedhore mbetet e paplotë. Parlamenti vazhdon të ndikohet nga përplasjet politike dhe mungesa e dialogut. Në fushën e lirive themelore, gazetarët përballen me presione pas siguri pune dhe mungesë transparence në pronësinë e medias. Ndërsa në mjedis, Shqipëria nuk ka bërë përparim, ligjet për menaxhimin e mbetjeve dhe cilësinë e ujrave janë ende në pritje, dhe zbatimi i standardeve të BE-s mbetet i dobët. Raporti i progresit 2025 e paraqit Shqipërinë si një vend që ka avancuar në disa fusha kyçe, por që ende lufton me sfida të vjetra. Reforma në drejtësi ka dhënë rezultate, por kërkon qëndrueshmëri. Demokracia kërkon më shumë dialog dhe barazi zgjedhore. Mesazhi i BE-s është i qartë. Rruga drejt antarësimit është e hapur, por kërkon më shumë transparencë, llogaridhënie dhe veprim.